Bleona gjithandej. Nuk la vend pa shëtitur gjatë muajve të nxehtë të verës, po siç thonë, prej çdo të mire vjen një e keqe. Ajo së fundi mira prej disa hajdutëve në shtetin italian, ku sipas saj i u vodhën një numër i madh i byxheterive me vlerë shumë të lartë, e mes tjerash edhe 2 pasaporta. Por si arriti ajo të vazhdojë udhëtimet, e kuptojmë nga materiali i radhës. Nëse dikush është krijuar për të prodhuar lajm e gjithmonë pas vetës klikun e kamerës, është ajo, Bleona Qereti. Pas vizitës së fundit në vendin e lindjes, ajo bëri turin e saj nëpër Evropë për të treguar stilin e jetesës Bleonair. E krejt këto na i ofroi vazhdimisht përmes fotografive të ndryshme në Instagram e Facebook. Asaj gjatë një darke në një restoran luksoz në Milano me të vëllan, gjithçka i mbet në fyt. Tashmë ishte bërë kurbani hajdutëve në shtetin italian. Sipas saj, veturës së marrur me qira Fiat Punto, hajdutët ja zbrazën bagazhin e stërmbushur. Bleona e pikëlluar na dhuroi një shfaqje dramatike në Instagram, ku na mbajti të informuar me çdo detaj sa i përket kësaj ngjarje. Një bagazh aq i vogël i një Fiat Puntoja, me një listë të gjatë të gjërave që u vodhën, dy valigje ekstra të mëdha, njëra Louis Vuitton e tjetra Samsonite, me rreth 40 aksesor si varse, orë, vathe unaza, për t'i lënë radhën mbi 30 veshjeve të jashtme e të brendshme, e për ta përfunduar me një çantë të dorës Louis Vuitton e mbi 20 palë këpucë. Wow, Fiat Punto, jo furgon, nejse. Këngëtarja pas gjithë këtij dëshprimi, përsëri përmes rrjeteve sociale tregoi se nuk i bëhet shumë vonë për gjërat materiale. Por dokumentet e udhëtimit një shqiptare e një amerikane e lan pengat. Jo vetëm dokument udhëtimi shqiptar, por pasaport diplomatike. Prive kontaktojmë ambasadën shqiptare në Prishtinë, gjithashtu me Ministrinë e Punëve të Jashtme shqiptare, dhe nga ata u tha që për të pasur një pasaport shërbimi duhet të gëzosh një nga postet kyçe qeveritare, si diplomat, prokuror, deputet e në disa raste edhe gazetar. E çfarë bën Bleona të ketë këtë lloj pasaporte? Sido që të jetë, e rëndësishme është që ajo e posedon një të tillë. Me të kontaktuar Ministrin e Punëve të Jashtme Ditmir Bushati, kësaj radhe me të vërtet, ajo u pajes sërish me dokument zyrtar të udhëtimit. Pas disa blerjeve në Milano e Paris, në fund u kthye aty edhe ku ndihet më e sigurt, New York. Ah, Bleona. Prive.